fakt reklama është zhanri më i vështirë dhe më konkurues në tregun e prodhimeve televizive, kinematografike. Gjithçka që ti bën është për t'u adresuar tek një masë caktuar njerëzish dhe sipas vendit edhe kuvendit. Reklama është elementi kryesor në zhvillimin e ekonomisë së një vendi. Shumë e madhe dhe mirëmbrëma, ku do ndodheni dhe po na ndiqni në këtë fillim jave, është e hënë, mbrëmja e ditës hënë, ku si gjithmonë ne ju mirëpresim në Digitype, në kanalin të, në këtë studio, në emisionin Thurje, ku së bashku me ju, së bashku me publikun, me çunat e orkestrës dhe sigurisht të Renisin edhe Gentin që do të performojnë në kohën e vazhdim që kemi në dispozicion në këto pothuajse 2 orë, presim edhe shumë miq për diskutuar tema nga më të ndryshmet. Ndodh sigurisht që temat ndryshme janë preferencat të gjithë secilit prej jush, apo qoftë edhe ne këtu në studio. Unë të paktën në 2 temat e para, po flas, sonte i kam shumë për zemër. Nuk do ta zbuloj pse, do lë fillimisht Kastrozizon ta thyej Jakullin dhe pastaj do të zbulojmë temën. Mirëmbrëma Kastro. Pas kemi sjellë që të dy ngjyra verore, ngjyra të hapura. Ne do dalim hapur të themi ato që vërtet ne martohemi këtë muaj. Ja po prit një herë. Këtë viti që kaloi që do të gjesh grua të tjetër, vetëm duhet të blej kostum tjetër zemër, se për 2 dasmat e parë ka përdorur një kostum. Ti di e 3 dhe vërtet, a? Asnjëherë ato kostum që ke përdorur në 2 dasmat e para, Kastro, blej një tjetër. Do një ikë shumë artes nudiste të mirë, faleminderit. Unë da cilë centrat. Dëgjoj, Kastro, marrëdhëniet me reklamat, si ke? Shumë mira, i shoh shumë dhe i kam qef. Ke bërë një, ke qenë pjesën në një reklame? Po se majmë, po më duket se po, garantu të kemë qënë. Po si të duken të deri diku kur i shep, për shumë e ndron kanalin kur absolutisht, në momentin që janë reklamat apo i shep deri italianë dhe i rritur në gjithë televizionet italiane. Temi shifsha me shumë ëndje, biles na kanë ngel akoma ato këngët e Kristina Davenës, e ku e diun që bënte njëkohësisht edhe këngët e kartunsave, por edhe të reklamave. Domethënë një reklamë e mirë është gjithmonë përveç faktit pastaj që nga ana e marketingut që të shet produktin edhe brandin për cilën bëhet, por që i shof një reklamë mirë, shof me kënaqësi, domethënë shumë. Si të duken? Tani duke filluar nga fillim vitet 90, unë mbaj mend atë ka qenë një reklamë e fashme, një sallemi top hat, ka qenë Fation edhe atë, domethënë brezi jon gjithmonë duhet ta mbaj mend. Sigurisht që është në evolucion dhe kam përshtypjen që reklamat në Shqipëri pa diskutim që konkurrojnë fare mirë, janë një reklamë prodhuar këtu fare mirë mund të transmetohet në Gjermani apo kudo në perëndim në Evropë. Pra kanë arritur një lloj standardi. Ke një reklam të preferuar? Tani që mos bëj kështu servilizma kot të gjithë reklamat e Digitalbit që nga momenti, domethënë në këto 12 vjet janë të gjitha shumë të mira, por në Shqipëri ta thash prodhojnë reklama të mira. Sigurisht edhe si emisionet apo si çdo gjë tjetër që bën Shqipëri ka dhe thresh, ka dhe plera, por bëhet një punë e mirë, ka njerëz që punojnë dhe bëjnë gjëra shumë të mira në fakt. Mirë, pra sikurse edhe e zbuluam nga këto 2-3 pyetje përgjigjet mia dhe të Kastros, edhe faktin sepse unë këtë temë kam shumë për zemër, pasi edhe unë kam qenë për një kohë shumë gjatë pjesë e botës reklamave dhe kam bërë me shumë dëshirë dhe dashuri këtë punë, do të flasim për reklamat. Që nga fillimi i reklamave shqiptare, si ato janë futur në televizionet shqiptare dhe deri si kanë evoluar dhe si është tregu i prodhimit të reklamave sot. Ftojmë njerë në studio, Bujar Kokonozin, Gent Gjinecin, Driton Sahitin dhe Artur Bejzaden. Driton, mirë se erdhe. Po,
Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Në fakt, do flasim sonte për një temë shumë të bukur. Unë jam e sigurt që është e bukur pasi përpos është artistike. Le të themi që ka të bëjmë një fushë shumë të gjerë të kësaj pjese, të artit. Zoti Bujar, për të nisur fillimisht me fillesat e reklamave, për të ardhur më vonë se si janë reklamat në televizionet shqiptare sot, si kanë nisur? Kush ka qenë reklama e parë shqiptare? Si ka filluar? Në fakt se kush ka qenë reklama e parë shqiptare nuk mund ta përcaktoj, por Dhe për afërsi. prodhimi i reklamave filloi rreth viteve 91-92. Dhe duke qenë vetëm televizion shqiptar, patëm fatin unë dhe shokët mi, kolegët mi të bëjmë reklamat e para. Si realizoheshin reklamat e para? Po, në fakt reklama është zhanri më i vështirë dhe më konkurues në tregun e prodhimeve televizive, kinematografike, etj. Kështu që ishte një përgjegjësi shumë e madhe për të marrë përsipër një reklam. Normal, teorikisht ne i dishim gjithë gjërat, dinim se si duhet përgatiteshim, por kishte probleme për arsye se sa po hym në një shoqëri tjetër, në shoqërinë kapitaliste, ku filluan prodhimet e vogla, filluan pronarët e vegjël etj. Që kishin nevojë për reklamimin e madhrave të tyre, e produkteve të tyre. Kishte kërkesa, komunikonin me ta. Jo unë, po edhe kolegët mi kërkonin me do e mos një kohë pregatitje. Fillimisht takimi ishte për të marrë vesh se çfarë kërkon, çfarë prodhimi kishte, për çfarë do ta tregtonte në publicitet. Pregatiteshim, por duhet të thënë që ideja është për realizimin një reklame është shumë e rëndësishme. Pa ide, pa destinën, kujt i shërben, cilës pjesë popullatës do të ushqejë me atë prodhim, nuk mund të ecet. Kështu që në marrëveshje me pronarin, pra me klientin, i cili kishte kërkesat e veta dhe ishte domosdoshme që të dëgjoheshin me vëmendje dhe mbi të krijohej reklama. Pastaj sugjerohej disa variante dhe fillonte xhirimi. Kasti i xhirimit duhet ishte shumë i saktë në të gjitha komponentët. Mbi të gjitha unë mendoj, jo atëherë por edhe sot, shumë i rëndësishëm është aktori. Duhet aktori i duhur për produktin e duhur. Ndërtoshin fabulat, xhirohej, çfaqej fillimisht me klientin dhe pastaj vendosej, bëheshin ndonjë korrigjim apo diçka tjetër dhe Mirë, sigurisht që flasim për vitet 91-92 që nuk është se kanë qenë edhe mundësirat që ekzistojnë ditët e sotme. Kishte vështirësi? Absolutisht. Kishte gjëra që mungonin për të realizuar një reklam sa më cilësore? Teknologjia saj kohë ishte ajo që ka qenë, pra 25-6 vjet përpara. Megjithatë, vizioni, kamera, mendimi, ideja gjithmonë kanë mbijetuar që nga çpika e kinematografisë. Kështu që fuqia qëndronte tek fabula, tek ajo që do t'jepte prodhimin. Genci, pa ardhur akoma në ditët e sotme, pasi le të themi le të merremi pak më gjatë me rëndësinë dhe vështirësinë që ka realizimi i një reklame, në cilën ndo kohë ajo është realizuar. Kush është pjesa më e vështirë? Është ajo e ideatorit, është ajo e krijimit e... Jo, së pari si që tha edhe Bujari që është realisht më e vështirë, qoftë si zhanër, dhe përmendja për faktin sepse i bie që tjetë produksioni i sintetizuar më koncentrat i mundshëm. Në qoftë se çdo zhanër tjetër, qoftë film apo qoftë edhe diçka tjetër, ka kohën e vet për të shtrirë strukturën kompozicionale se tek e fundit është një vepër artistike. Këtu je kushtuar që gjithë strukturë, gjithë fabul, gjithë fillim, zhvillim dhe një fund që duhet të mbetet në mend për të prodhuar efektin e durë komercial, duhet jetë e sintetizuar në vetëm 30 sekonda në rastin më klasik. Dhe sot në ato versionet extended që mund të jenë deri 1 minutë e pak, por
thelbi është se ka edhe 7 sekonda, 5 sekonda si teaser, por kjo është vështirësia më e madhe, që të prodhosh këtë lloj sinteze të strukturuar, të përqendruar në vetëm kaq pak kohë. Dhe do realisht një sforcë shumë të madhe dhe një si përgatitje ashtu dhe një përgjegjësi shumë të madhe për t'ia dalë. Sepse në vetëm kaq pak kohë ti duhet të përcjellësh gjithë atë mesazh edhe nxitje tek fundit komerciale, sepse reklama prodhohet për të nxitur një efekt komercial tek publiku e kërkuar prej klientit, siç tha dhe Bujar. Por brenda kaq kohe duhet të jesh në gjendje që të prodhosh pikërisht të nxitjet e klientit. Për të qenë i qartë dhe për të qenë nxitës aq sa duhet. Artur, kush kanë qenë ideatorët e parë të reklamave shqiptare? Si e kujton? Si i kujton ato reklamat para? Ndahen reklamat me pagesë, siç tha Bujari, startuan kur filloi kjo lloj bote e marketingut te ne, dhe reklama e parë shqiptare, meqense e transmetuar me pagesë në televizionin shqiptar, meqense unë jam prej tij, është reklama e një djali që hapi restorantin Petrela. Erdhi në televizion, kërkoi publicitet, na çuditi. Sapo ishte hapur ajo. Në çfarë viti? Ishte viti 90. Domethënë sapo kishin bërë ato lëvizjet, hapi restorantin Petrela. Reklama e dytë, u bërë reklama, siç tha Bujari, thjesht, ashtu siç mund të realizohet në një inicie private që sapo kishte bërë, dhe reklama e dytë ishte për lizhat. Një person nga Amerika, Blerim, vjen që marrë lizhat dhe kërkoi publicitet, ne se dinim. Reklama e parë na çuditi, ose unë jam marrë pak edhe me këtë punë e histori, seleksimin e atyre që Bujari me shok kanë realizuar, pra në arkivim. Reklama pagoi 2.000 lek, 20.000 lek, pra $200 atëre. Ne kishim rrogën 700 lek. Na çuditi dhe më detaji tjetër, ati që lexoi tekstin ishte 21 lek. 210 lek atëre. Ka që ishte shifra. Kurse reklama e tretë është e çuditshme, që të shfaqet e ne, me pagesë gjithmonë. Është reklama e një mekaniku nga Rogozhina, erdhi na u lut njerëzve të vizionit, do të kuptoni. Reklamat atëherë i kanë bërë Bujari, Naçi, Pali, ata që ishin afër vizionit. Të gjithë regjizorët, edhe tani, regjizorët janë pothuajse larg nga realizimi i reklamave, psikologjia jone ajo. Reklama e atij mekanikut që sot është bosi i makinave, kishte një oficinë barake dhe kërkoi në televizion, vit na xhironi një reklam sepse kam nevojë, kam hap një oficinë. Kanë shkuar, kanë xhiruar reklamën, e ka xhiruar Ylli Pepo. Dhe ajo reklam, mas 10 ditësh, u dha 10 ditë, erdhi na lut, të lutem na e largoni reklamën nga ekrani se nuk i përballoj dot klientët. Efekti i parë që reklama pat në marketing, dhe sot ai njeriu që bëri atë quhet Ferluti, ajo firma gjigante me reklamën e parë. Kështu që si reklama janë këto me pagesë, kurse në kohën e më përpashme, Bujari e mban mend, ne kemi pasur sa reklama të çuditshme, super prodhim spinaqi. Pa pagesë, atëherë bënim sa reklam, gatuani me spinaq sepse ka shumë lloje, edhe gjithë tregu ishte gjithë markatet atëherë, dyqanet se markatet. Ishin mbush me spinaq dhe nuk dihet si të konsumoj. Në kohën e Enverit, në atë kohë ne sugjeronim ai departamenti i ekonomisë, grave në shtëpi, gatuni spinaq dhe lakë. Kishte reklama pa pagesë para. Mirë, këto reklamat e para me pagesë, le të themi, që ti na i tregove, si kanë qenë pak a shumë? Kanë patur tekst, kanë patur aktor, vende janë xhiruar në për... Tani po ti shofësh në arkiv, vjen të qeshësh, por funksionin e kishin të jashtëzakonisht të madh. Ishin naive sepse teknologjia e përdorimit, sigurisht, që ta them ndoshta, njerëzit nuk kanë ndryshuar, po ata janë që bëjnë reklama. Bujari me shok, Naçi, Pali, ky, ata dhe ca çuna të ri që vjen grupi tjetër. Njerëzit nuk kanë ndryshuar, teknologjia ka ndryshuar shumë, atëherë ishin absolutisht naive, sa që funksioni ishte deri në të lutem ejani hani këtu. Kjo është teksti. Unë jo pa qëllim kam sjellë një 2 reklama, ashtu siç janë. Që ne do i shohim sigurisht. Kanë vlerë, ashtu siç janë. Pra, domethënë, ajo naive nuk e di jam fort dakord. Naive me sa i përket realizimit është problem tjetër, sepse ne kishim në dorë një kamera, kishim në dorë
mendimin, idetë tona, sepse ishin vetë regjizor dhe vetë e interpretonim, dhe ndriqimin, gjithashtu grimi e tjerë, absolutisht, aktorë, gjithë hizmetet i bëshë. Ndërkohë jemi duke ndjekur kështu që një reklam që ju zoti Bujar na keni sjellë. Ato kishin idenë, kishin mendimin, kishin destinën e tjerë e tjerë. Sigurisht, jam dakord, ka patur reklama që, kur thot, po theme për spinaqin, spinaqi, është bërë çfarë duash, konsumoni spinaqin. Kur them reklama në jetë ndërsa sa i përket, për shembull, kolegët mi kanë bërë reklama që sot janë për të marrë shembull si realizohet një reklam. Eci, në basë 94-ës, 95-ës, realizimi eci dhe teknologjia u përmirësua. Kërkesat kanë qenë të jashtëzakonshme në drejtim të dramaturgjisë, të ideve. Po. Dhe ne kishim një pushtet përballë klientit në atë kohë. Sot klienti ka pushtet mbi. Ky është ndryshim fatkeq. Nuk duhet. Klienti është ai që ka buxhetin dhe thret agjencinë. Zotëri, kam këtë ide për këtë gjë. Agjencia e merë mendimin, idenë dhe ndërton mbi atë që kërkon klienti 2-3 variante dhe ja paraqet. Ama në fund do të vendosë regjizori. Por regjizori duhet të jetë artist, duhet të jetë menaxher, duhet të jetë shitës, duhet të jetë komunikues. Pra, në këtë mënyrë mund të bëjmë mund të ecim dhe mos vazhdojmë kështu si qemi në këtë moment që kush do mund bëjë reklam. Unë nuk bëj, ka vite. Kam bërë në Top Channel me dritonin dhe 1-2-3 reklame sepse nuk funksionon ashtu si duhet. Mirë, do flasim pak më vonë edhe për këtë pjesën. Më falni për ndërhyrjen. Driton, jo, do ta diskutojmë vetë për pak minuta më vonë, pasi të marrë edhe një lloj ndjesie të Dritonit në këtë rast, jo si realizues i një tjetër kohe të reklamave, por si një spektator dhe ti që ke qenë dikur si kujton reklamat e para. Çfarë impakti kanë patur te ty? Që të jem sinqert, edhe i kam harruar. Tashmë se u bëm flash, pavarësisht se i përkasëm epokës digjitale, po që realisht edhe kemi filluar të harrojmë. Pse do thuash ti? Prodhimet janë shtuar jashtëzakonisht shumë. Dhe koncepti i reklamës nga e kaluara përpara thonim që reklama është çdo gjë, një reklam ishte çdo gjë në fakt, sepse synonte një audiencë e cila komunikonte nëpërmjet televizionit, i cili ishte mbreti i komunikimit. Por sot ka ndryshuar kohrat. Dhe reklama televizive sot shihet vetëm si një pjesë e një segmenti të caktuar për gjithë fushatën që komunikon marketingut. Madje synohet që sot në atë terminologjinë e re që quhet komunikimi 360 gradë, televizioni ze apo nuk ze një 30%. Që thotë prodhimi i reklamës televizive, pavarësisht me djumit që transmetohet prapë zë vend. Flasim për zë vend, është mjaft i rëndësishëm. Ti mund ta shohësh edhe online në media sociale, por gjithsesi bëhet fjalë për një prodhim të reklamës televizive. Prapë ngelet king of marketing, reklama televizive. Sigurisht konceptet kanë ndryshuar shumë. Nëse përpara ishte një person, si ishte Bujari, një regjizor, një drejtor fotografie apo një ideator që realizonte komplet në bashkëpunim me një klient një reklam, sot kjo strukturë është përshkallëzuar, që do thotë ka një kompania e cila kërkon të bëjë një prodhim reklam ose një komunikim, do doja ta thoja më saktë, bën një kërkim të tregut, një studim të tregut, të cilin ja paraqet një agjencie tjetër krijuese, e cila merret vetëm me konceptin për ta zhvilluar fushatën në gjithë llojin e hapësirave reklam televizive, radiofonike, qoftë ti lajt, billboard, media sociale apo gjë tjetër, dhe ata që realisht e prodhojnë, pastaj sot quhen me terminologjinë production house ose shtëpi prodhuese, ose shtëpi kreative të cilat merren me dizajnin e gjës, me prodhimin e gjës. Që do të thotë, sot koncepti ka evoluar jashtëzakonisht shumë, ka evoluar edhe për një arsye tjetër. Kohët e vjetra janë për të admiruar, sepse realisht nuk kemi pasur ndotje. Çdo gjë ishte shpikje e momentit, e idesë momentit aty. Njeriu. Sot njerëzit e kanë fishën e wirelessit me vete, e kanë YouTube-in, e kanë internetin, shohin çdo gjë, i pëlqen një gjë, koncept se rrotën nuk e shpikim sot. Domethënë ne kuptojmë që marrim një botë se si komunikohet, sigurisht e individualizojmë për brenda produkteve kategorisë klientët përkatës. Teknologjia ka bërë vetën, teknologjia ka përshpejtuar gjërat, por njerëzit, me thënë drejtën, ajo që është e frikshme sot është që njerëzit e vjetër janë, disa moshës mesme nëse mund ta themi që jemi ne ekzistojmë, por gjeneratat e reja nuk po shohim. Sepse gjeneratat e reja në një farë mënyrë pëlqejnë të shohin gjëra të bukura, po të prodhojnë gjëra të bukura sikur vitet e fundit ka shumë pak. Dhe kjo është për këtë vend
me thënë drejtën që vjen keq. Është edhe çështje mundësie ose dhënie mundësish shpresë, kam përshtypjen. Sepse ka një gëlim talentesh të reja që po lulëzojnë, me thënë drejtën, edhe thjesht është dhënia e mundësisë shpresë. Edhe unë kam mundur t'i shoh përmes akseseve që ata kanë krijuar edhe vetëm për rrjetet sociale etj. Por të garantoj që ka aq forcë kreative të re, edhe aq forcë produksionale, madje për të çuditur, ndryshe nga edhe kur e kemi fillu edhe vetë, sa ka për të ecë për të evoluar shumë më tepër kjo gjë. Është thjesht çështje dhënie mundësie për të shprehur në kanalet e dura, por gjithsecili po i krijon vetë kanalet e tjera. Realisht për këtë më lejo edhe do ta vazhdojmë diskutimin më njëherë pasi të dëgjojmë edhe interpretimin e parë të Renisit. Personte me mbrëma Renisi. Kjo duart rokiti ishte për ty. Nuk besoj se... Renisi, cila është reklama e parë? Jo, për ty ishte, për ty. Jo, nuk besoj se... Sa doja të thoja që nuk besoj se jam në një farë kompetenti për këtë temë, ndërkohë që ti fillove të bëhe pyetje. Pikërisht. Në rregull. Shikues edhe mund gjykosh. Më duket se ta pas kam thënë pyetjen para se të futemi në studio, e di, ë? Apo është gjithmonë në një taj gjë në lidhje me temën? Thjesht doja me u shmang nga që s'marr vesh nga reklama. Kjo është gjithë. Po mirë, një reklam të parë që ke parë. E mban mend reklamën e parë që ke parë kur ishte i vogël? Kë mban mend? Për shembull Castro përmendi reklamën e Top Hatit. Po. Unë mbaj mend një reklamë e pije freskuse që ishte me një rockstar, më duket që mas koncertit nuk e di është me akull dhe pije HB, nuk e di se ka qenë një pije kështu. Edhe merrt atë, pitet dhe vinë prapë energjit, ato fillimet e viteve. Prapë lidh me muzikën, edhe me rockun, edhe reklamën. Po si duket që atëherë kam pas parashkruar që do merre me muzikë. Mirë, po këngëve tua Renisi bën reklam? Sigurisht që po. Sigurisht. Ajo pastaj hyke një lloj marketimi tjetër. Besoj me këto mjetet e teknologjisë lartë, jo interneti dhe këto mjetet ne kanë bërë më të kollajshme se sa reklamën e dikurshme. Po mirë, këtë marketingun e këngëve spoteve tua e koncepton vetë, apo ke di kënga ku... Apo tashmë me rrjetet sociale është bërë fare thjeshtë dhe mjafton? Është stafi im prej 45 vetësh, cilët marrin pagesë që shkon diku 1 milion euro në muaj, dhe me fitimet dhe koncertet dalin gjitha. Shumë mirë, atëherë unë po e lë thurje në këto momente dhe po vi po bëhen pjesë e stafit të Renis. Okej. Edhe rrogën do kesh 2 fish. Cila është kënga? Kënga është Kokeinë e Eric Clapton. Renis Gjoka. If you wanna get down
Ja, bëm pak flasin për reklamat, nërkohë kënga në këtë rast Genci ishte për publicitet. Thyrje publicitare, por... Edhe për goxha... Ishte mesazh sensibilizues që të mos përdorësh. Po, jo me humë, me vingëll. Ka se je veshur dhe me të bardha, sonte. Do thithë vetën e pak. Artur, kohët fundit sigurisht kjo jo e jona, jo shqiptare, po mbar botrore që përdoren imazhet e personazheve të ndryshme të njohur për reklama. Si ka ekzistuar kjo gjë, cilat kanë qenë disa nga personazhet, nëse prap do kthehemi në kohë që janë përdorur për reklama shqiptare? Që në fillimet e publiciteteve, e realizimit të reklamave, përdorimi i personaliteteve ishe në njësinë e kohës të përfitosh maksimumin e shikuesve. Dhe në këtë njësit kohës të japësh edhe mesazhin, njëkohësisht të japësh edhe atë pjesën e marketingut dhe bukurit që driloni janë vesh aq i bukur në këto momente. Ideja është personazhi në Shqipëri, siç tha Bujari, aktori ishte më i rëndësishmi, sepse të gjithë si thon ato njerëz që kërkojnë reklamë vinin pothuajse dhe me emrin e personazhit. Dua Reshat Arbanën, dua Yllka Mujon, dua, domethënë tek ne, po në botë që, si shta, atë reklamën me 1 milion euro në kosto për grupin. Kështu që personazhet janë gjëja më e rëndësishme, në fakt, për ato reklama, ato publicitete që ndërtojnë nga regjizor. Pjesa tjetër, pastaj, veshet më tepër me postproduksionin dhe aty del pak jashtë edhe personazhet. Mban mend disa nga personazhet? Reshat Arbana? Të ne përveç... Reshati kanë përshtypje kanë qenë më vonë pjesë. Vazhdimisht Reshati ka qenë i pranishëm sepse është tejet e pëlqyer. Kanë qenë vajzat e teatrit, përgjithësi aktorët e teatrit kanë qenë të ofertuara. Njëkohësisht kanë qenë ato Antoneta Papapavli, të gjithë luanin nënat, ato nënat e filmit u kthyen nëna në reklamat tashmë me pagesë si ishin televizion dhe kjo lloj atmosfere ju adresu drejt aktorëve të teatrit dhe të estradës. Mua mbaj mend kam bërë një reklam për Sallam. Dhe nuk pranonte femër të bukur, por donte patjetër Met Begën. Ai pronari dhe unë imagjino tani Meti me atë donte patjetër të fusje në këtë fabul Met Begën. Dhe i binte që qeshe me Sallami, qeshe do të. Nuk i... Po ti pse do lidhe Sallami me femrën dali? Me femrën kam pikërisht këtu, më fal, pikërisht në këtë publicitet, nga Elbasani ishte porosia. Unë kisha dëgjuar kur zhvishe Sallami, kërciste. Dhe atëre bënin miset këta më të mëdhenjë se ne dhe vura një vajzë që zhvishe. Tërhiqej zhurma Sallamit, e pëlqye dhe teksti ishte, a i thote mishi kualitetit parë, nuk më shkonte. Dhe u realizua e tëra, jo me këtë lloj teksti, nuk u qfaq për një arsye. E shoqja, ati që porositi publicitetin, u bë xheloze. Nuk e pranoj. Bujar, kishit për të thënë? Dash më tepër, më falë Bujar, pasi që dash më tepër të luftojt ajo që s'ka më Sallamet Allona të njësë sa... Në mendimin e Arturit, pa dyshim që aktorin një reklam është kryesori. Ka shumë porositës, klient, që të detyrojnë dhe thonë, unë dua këta aktore. Pa patur parasysh se çfarë ai do të reklamoj dhe këto bën ndonjëherë aq vulgare saqë se në fundit reklama ka për qëllim që të mbahet mend produkti, jo aktori. Nëse produkti nuk mbahet mend, reklama nuk e ka bërë punën e saj. Kështu që prandaj unë e theksova që aktori është shumë i rëndësishëm në një reklam, që ai të ngjisë me produktin, ai t'i japi vlerë produktin dhe çdo fjalë që nxjerr ai nga goja t'i vlej produktit. Është sot me klientët, e sotëm është problem ky. Ai thotë dua aktor këtë ose nuk e bëj reklamën. Ose misin filan. Ky është pak problem. Të gjithë komponentët e një
duke filluar nga casting dhe të gjithë komponentët tjerë të aktorët dhe tjerë duhet të jenë unik në shërbim të produktit. Shumë i rëndësishëm. Nëse produkti nuk mbahet mend, nuk ka vlerë reklama. Driton, nëse vim ditë të sotme, sa e vërtet është kjo që thot zoti Bujar? Do me thëmë, pjesa cast sigurisht është shumë e rëndësishme, sepse zakonisht kur tentohet komercializohet një produkt, jo gjithmonë është cast i njohur, por ka dhe produktet të njohura në botë, aktor filmash që bëjnë reklama sot që janë me cast shumë të njohur, por kjo nuk është sot kriter jetik, sepse ka dhe reklama jashtëzakonisht shumë të bukura sot, reklama nëse mund ta themi thojza, që janë me cast që realisht nuk janë as aktor, as profesionist, në base e kanë dhe për herë të parë. Unë jam dakord, pikërisht këtë dësha, mund mos jetë aktor, por është i vlefshëm për reklamë. Dhe ka një impakt jashtëzakonisht pozitiv, dhe ne themi në gjuhën tonë, themi ngjit, dhe një gjë kur ngjit, që do të thotë e përçon mesazhin që duhet përcjellë ky produkt në audiencën e synuar. Dhe në Shqipëri sot, aktualisht, sepse flasim të vërtetën, reklamat janë një çike edhe në konceptin e nivelit social të vendit të cilit drejtohesh. Se ka reklama pa adresohesh. Në Shqipëri funksionon një lloj tjetër reklamash, jo mbrapsht, mund të themi më ndryshe, sepse Shqipëria vetvete është një treg i orientuar nga produktet të cilat kanë çmime të lira. Nuk është një treg i orientuar nga produktet të cilat kanë cilësi të mirë, kualitete. Kështu që do të thotë çdo gjë përshtatet edhe fushat e komunikimit përshtaten në drejtim të kësaj. Prandaj në Shqipëri dëgjon shpesh oferta, kjo super oferta, super çmime, që në fakt janë vetëm një cikël përsëritjesh me njëri tjetrin. Dhe dëgjon e kupton që gjitha fushatat, gjithë kompania janë taktike me çmime, ndërkohë që sot jashtë Shqipërisë, që edhe Shqipëria sigurisht ka sa dush edhe fushata sensibilizuese që janë brand awareness, që promovojnë brandin, në botën jashtë territorit shqiptar, botën më civilizuar, nëse mund ta themi, ka produkte të cilat vetëm brand awareness bëjnë, siç janë Adidas, siç janë Nike, mos përmend korporata të ndryshme, sepse ato i kanë kaluar Coca-Cola. I kanë kaluar fazat që ne tashmë jemi dhe ne duhet ta kuptojmë se ne po kalojmë një fazë që ata mund ta kenë kaluar para 10 vjetëve, dikush para 20 viteve, por ne mësojmë nga ata. Në fund fare edhe zhvillimi social ndikon në zhvillimin e reklamës, por ajo që dua të them që është shumë e rëndësishme është reklama është elementi kryesor në zhvillimin e ekonomisë së një vendi. Që do të thotë nëse një vend do ta penalizosh, ai vend mallkoja që mos ketë reklam. Sepse nëse nuk ka reklam, nuk ka shitje, nuk ka promovim, nuk ka ekonomi. Nëse nuk ka një ekonomi, një vend është i mbaruar. Kështu që reklama është motori kryesor. Edhe fondi i vënë në dispozicion të këtyre fushatave është trendi ekonomik. Që është në rritje. Është apo s'është? Nëse ne nuk jemi në fushata të vazhdueshme, nga brandet edhe nga korporata ose i bie që diçka ka ndodhur. Ne e ndjejmë, ne regjisorët dhe në përgjithësi këto kompanitë realizuese e ndjejnë çfarë po ndodh në 6 muajshin e parë apo të dytë të vitit. Kemi apo s'kemi një lloj zhvillimi që ata që merren me lekam do të informojë. Gent, se tashmë hymë në të diskutimin e reklamave të kohëve të sotme, ndërkohë që sigurisht ka ndryshime për mirë apo për keq. Këtë dua ta di dhe nga ty, pasi sigurisht që mundësit janë shumë të mëdhaja, qoftë ato teknologjike mbi gjitha për të bërë reklama shumë të cilësore. Por nga ana tjetër ekziston pra prodhimi i teknologjisë, ai që të mundson në çdo qoftë edhe në një iPhone apo në një ekran kompjuteri të shohësh ide plot, kështu që duket sikur është bërë dhe më e vështirë. Edhe në sa kanale komunikimi, aq edhe kanale përthithse idesh të ndryshme. Por ajo që do të thoja lidhe me evoluimin e realizimit, do të shifja paralelisht edhe me evoluimin e botkuptimit të popullatës së cilët i adresohet ky lloj komunikimi. Sepse merr një reklam të realizuar sot, mendohet të ishte transmetuar atëherë në fillimet e para, duhet pranojmë që sapo ju hapën sytë edhe vetë popullit tonë për të parë disa gjëra, përveç se atyre televizioneve që arrinin të ishinin fshehur azi dhe kujtoj televizionet italiane që publicitat duke sigurisht në një program i bukur fillonin gjërat e bukura, pavarësisht se ndërkohë dhe një bashkëpunim i ynë i përbashkët po shfaqet, Genci. Po, në New York. Në New York dhe mbi ujor. Edhe sigurisht, po. Ndërkohë desha të them pikërisht që me kalimin e kohës edhe botkuptimi i popullit tonë është zgjeruar, është rritur, edhe tani qoftë ato metaforat që mund të përdoren në një spot televiziv kuptohen edhe më thjesht, sepse
unë nisem edhe nga vete, për të komunikuar diçka në një spot që duhet përdoj, më duhet i marrë parasysh reagimet e sa portretat, qofte të familjarëve të mi, si do reagojnë për cilët këtë mesazh, si do reagojnë të afërm, si do reagojnë kategoritë të ndryshme, qoftë moshore, qofte edhe sociale. Dhe mos harro që bëhet fjalë për një komunikim masiv me një qëllim komercial tek e fundit. Nuk është as një ekspozit personale për të rregjur ato egot e tuaja artistike, por tek e fundit në çdo produksion publicitar ti si realizues jenë në pozicionin e një provimi. Dhe produksioni yt quhet i suksesshëm në qoftë se financiarisht ti për porositësin arrin të prodhosh atë efekt që ai produksion që ti ke nxjerrë në transmetim arrin ti kthehet një feedback financiar për ta quajtur të suksesshëm. Kështu që lidhet gjithçka me kuptimin. Teknologjia normalisht që të ndihmon, të evoluosh qoftë teknikat e komunikimit, qoftë teknikat e kompozimit të gjithçka. Por gjithçka që ti bën është për të adresuar tek një masë e caktuar njerëzish dhe sipas vendit edhe kuvendit. Si duhet jetë raporti midis informimit ndaj një reklami që shohim, midis komerciales, joshjes? Ndonjëherë artistikës. Me thënë drejtën nuk është se ka një recetë fikse, të paktën në këndvështrimin tim. Nuk ka recetë fikse sepse tek e fundit sado studioze tjetë gjithë kjo strukturë apo këto nevoja që ne paraqitim gjithë, tek e fundit ndonjëherë ndihemi edhe vetë përballë një të papritura që ndonjëherë o e gjen diçka o të vjen o nuk të vjen. Dhe ndonjëherë, me thënë sinqerisht, surprizohemi edhe vetë nga ndonjë gjë që vjen papritur dhe shohim që komunikon ndryshe nga ç'mund ta kishim menduar se po të lodheshim duke menduar etj do të prodhonte atë efekt. Një ndër këto raste, meqense mora dhe unë spunto nga spoti që nga reklama që u transmetua. E ke shumë të qartë se si evoluojnë gjërat qoftë aty për aty. Që ishte një ide që lindi në fakt shumë gjëra lindën aty për aty. E vërtet. Po e rëndësishme është që duhet jesh i Zoti të nuhasesh dhe të pranosh gjëra që ja vlen të jenë të përfshira në këtë komunikim apo jo. Bujar, ti si mendon, duhet i lihet spontanitetit realizimi ndonjëherë ndonjë spoti varet dhe nga ideja sigurisht apo nga produkti që padyshim spontaniteti dhe improvizimi është për çdo artist është në çdo realizim. Pa çka nga përgatitja që i bën paraprake për çdo gjë ka në kokën e tij se si do të shkojë puna, por në një moment lind një diçka që e ndihmon pikërisht këtë, ama kjo s'do të thotë që të shkosh fare i pa përgatitur dhe të improvizosh. Kurse teknologjia është sot është shumë e avancuar dhe t'jep mundësira për t'i shprehur mendimet, jo për t'abuzuar. Nuk mund t'abuzojmë të efekte e tjere. Por, ato efekte, ato mundësi që na jep teknologjia, ne duhet i vëmë në shërbim të mendimit dhe të idesë gjithmonë. Mirë. Dhe këtu erdhi dhe fundi i panelit parë, më duhet të përshëndetem me dritonin, ndërkohë që me pjesën tjetër që ndrojmë, do të vi dikush tjetër të të bashkangjitë diskutimit për reklamat në Shqipëri, reklamat si realizohen momentalisht, ndërkohë ju qëndroni me ne, unë i lën linjën Jessicas, na njohim në programin e javës në digital. Ushtronte aktivitet në Durrës, shiste pjesë makinerie edhe thonte, mondi i rikes, të kthesa shijakut, shtylla filan. Ka qenë pak e turbull për mua ta kuptoja, fillon të një reklam apo fillon të një promocion? Nëse ti t'jesh një nënë e përkushtuar, atëherë do jesh edhe një femër në karrierë. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, dashur miq, është bashkangjitur paneli ton Besmir Limani me Mbrëma Besi. Besi tashmë për disa vitesh është pjesë e Digitalbit. Mirë se na vizitove, megjithëse nuk është hera e parë që vjen në thurje, për të filluar me një herë edhe me ty, me temën cilën ne po e diskutonim gjatë panelit parë, si kujton ti reklamat e para, që janë shfaqur, për të marrë edhe një lloj mendimi më pas ditëve të sotme. Reklamat e huaja kanë përshtypjen. Apo shqiptare? Në fakt reklamat shqiptare. Po unë mbaj mend faktikisht shumë reklamat huaja që vetëm u shqipëronin. Edhe ka pas edhe shumë reklama tjera, po këto ishin në base edhe më të shikurat edhe më të transmetuarat. Mbaj mend një birre të famshme, që nuk e dija mund ta them se nuk dua të bëj edhe kështu. Jo nëse është në treg sot e kësaj dite. Jo, në treg është. Mbaj mend pastaj spote ose promocione më saktë, në base të disa emisioneve, po disa lotove që kanë qenë më të... Të huaja, po thua? Jo, ishin shqiptare, po, reklama shqiptare.
Po, ka përshtypjen që nuk ishte akoma ndarë ideja se kush është një spot i mirë fillt. Domethënë mjafton të kishte vetëm një ide se çfarë do promovoj dhe faktikisht edhe produkti ka qenë më i thjeshtë ose jo kaq kompleks, kështu që edhe spotet kanë qenë çik më të thjeshta ose nuk u ndanin mirë, ishin promocione apo ishin spote. Të mbaj mend unë nga ato vite. Imazh, shiko, unë nuk, base edhe mosha nuk më lejon të flas me korrektësi se fikse cilat kanë qenë, po ajo që mbaj mend unë, kjo ka qenë, domethënë që ka qenë pak e turbull për mua ta kuptoja, fillon të një reklam apo fillon të një promocion. Kjo të mbaj mend. Bujar, jeni dakord? Jam shumë dakord. Bile edhe sot shumë reklama nuk ndahen, janë reklama apo janë promocion. Jam shumë dakord. Atëherë ka qenë më e theksuar se normal, ajo kërkesi ishte, ai buxheti ishte për reklamat dhe ata ishin krijuesit. Kjo është e gjithë. Ka qenë dhe qesharake gati se kujtoj pak Besi, reklama greke për shumë të shqipëruar, apo ende lihesh dhe audio, ka qenë një mbajmend, akoma rom lule, shkolopajt motoqe dhe ishin një gjë. Vërtet. Ka padur reklama greke shumë të dobta në atë kohë. Jo, reklama ishin rregull. Nuk ishin reklam, ishin thjesht pasqyrim, promocion malli, promocion produkti që nuk kishte temë, vetëm ca që kërcenin me një shishe birë, etj, që për mendimin tim ishin abuzive. Megjithatë, është niveli, është mendësia, janë shumë faktorë që ndikojnë për të marrë dhe një ushqim të keq. Nuk ishte hyrë agjensia. Pra, është ai që vinte bënte porosin, ne në mënyrë servile i shkonim ides ti, sepse ashtu isha produksioni, duhet merrnin në kaq ditë ta mbaronin, të fillonte transmetimi, sepse si thon, kur filloi fjala media plan në televizionin shqiptar, na u duk si gjuhë e huaj, se fjala marketing s'ka qenë fare. Në këto momente që thot Besi, kjo më ka ngel si imazh, fjala marketing nuk ekzistonte fare. Domethënë, ne i thonim reklama. Dhe biles fillonim në televizion shqiptar, fillonim i numëronim, sepse na u kriju një mundësi që brenda 6 muajshit, qofse dilte me fitim, na shpërndanin ai bonus. Kjo ishte si logjikë dhe ndiqnim reklamat. Pjesa e asaj që mbahet mend, gjithmonë gjërat më të shumtuta janë mbajtur mend. Se reklamat e bukura kanë mbuluar njëra tjetrën. Kanë mbuluar njëra tjetrën dhe kanë ardhur deri në këtë moment që ne agjencitë për të lexuar një reklam të një shampoje, unë kam shkuar 3 herë në Shkup. Pse se s'kishte pult këtu, s'kishte. Jo, ashtu ishin ndërtuar për të lexuar një tekst fare të vogël. Kjo, domethënë, ato ishin më special. Këtu ku lexohet të vinte qeshjet, vinte çfarë të them, nuk i pruar reklamat ti shihe se do të filloje qeshje ti ose s'do ndalonte edhe kasto duke qeshur. Po Besmir, faleminderit. Si për shembull. Ndë një shembull. Unë po tregoj vetëm një tekst. Një djalë nga Kavaja ushtronte aktivitet në Durrës, shiste pjesë makinerie edhe thonte, Mondi i Rikes, te kthesa Shijakut, shtylla filan. Ky ishte teksti që duhet lexoj edhe, hajde mos e lexoj, sigurisht adresa kjo ishte, se s'kisha as adresa tjera, dhe ai bënte biznes shumë të madh, po adresë nuk kishte. Dhe emri i firmës ishte kjo. Nuk ishte shtylla, jam kurioz. Ajo, po ta shofësh te kryqëzimi i Shkodhetit, dhe është ajo shtylla dhe vërtet ashtu ishte orientimi shumë i saktë. Dhe ai nuk pushoi se aktivizuar i atë biznesin e vetë. Pse? Më orientimi fare sakt, adresa kjo, dhe tani qesh. Por libri adresave ai ishte. Ka përshtypjen ai më shumë ka bërë reklam, më tepër reklami ka bërë Rikes se vetë se sa që ishte. Ai ishte djali i mrekullueshëm, ai ka qenë djali i mrekullueshëm edhe që i vëni emrin e nënës i vuri firmës. A Rika ishte nona? Nona. Si Nini Bule, si. Genci, a është bërë më e vështirë sot që të fiksohen reklamat, pasi mora spunto edhe nga kjo historia për të rikujtuar që në atë kohë ka qenë një televizion, 1 apo 2 reklama, ndër një kohë shumë të zgjatur, edhe ato i dëgjoje të nguliteshin her pas here. Po flasim në vitet 90-91 që filloi u hap edhe gama e gjithë televizionit. Pastaj filloi të merret edhe që herët
u hapën edhe mundësit për të parë ekranet e tjera, qoftë satelitore, qoftë reklama shidhje pa fund, por ato që mbaj mend, për shumë më përkujtoj atë reklamën që me që sështë endë në treg, mund të përmend, reklamën që të s'ka ngell fëmi pa u tremb, ka Macron, që u lëriza, janë disa gjëra që realisht nuk harrohen. Ndërsa sot është vërtet më e vështirë për të mbajtur në mend reklama, qoftë për faktin sepse edhe kanalet transmetuese janë më të shumë, po edhe vetë bizneset reklamuese janë shtuar shumë më tepër dhe ka aq shumë reklam sa sondën e quajmë në një farë mënyrë çekiç mbi kokë, po çekiç lëkure. Nga do që thesh syt je i te mbushur, qoftë me reklama vizuale, televizive, do të them, qoftë grafike të vendosura në trajtin e city lighteve apo billboardeve, sot je gjithandej e bombarduar dhe madje je në garë për të zënë një vend në atë pjesën perceptive të trurit të çdo njeriu që si ti mbetesh në mend me atë që ti do t'i servirosh. Nëse flasim pak për kompani të realizuese të reklamave, shpesh dëgjojmë që e kanë marrë përsipër ta bëjnë disa të huaj apo pa thënë grek apo nacionalitetet ndryshme. Sigur përmend që parë që tha edhe drejtori i Turi që sa më shumë të ketë zhvillim industria e reklamës në një vend, aq më tepër ka zhvillim vetë ekonomia e atij vendi, dihet që është një ngastër me shumë interes, sepse edhe buxhetet sot të reklamimit janë goxha të mëdha në bazë të produkteve që sillen në treg. Prandaj edhe interesi e ka sjellë Shqipërinë në pikën që përveç po themi agjencive apo shtëpive vendore prodhuese, production house vendore, këtu të kenë pjesët apo agjencitë veta infiltruese dhe agjencitë të huaja për të vjel nga i buxheti i ekonomisë shqiptare që vën dispozicion të reklamimit. Dhe realisht po, ka dhe agjencitë huaja që operojnë këtu, qoftë në trajtin e agjencive kreative, që merren me paketimin ideor të një produkti dhe gjithashtu edhe production house, për shtëpi prodhimi, sepse janë të ndarë pak në shumë funksionojnë, që marrin përsipër realizimin e koncepteve në mënyrë të ndërmjetme midis agjencive kreative dhe vetë klientit. Po kryesisht bashkëpunimi është me agjencitë kreative, dhe sa shkon produksioni final. Besi, do e thoje diçka? Unë mendoj, paktën ndoshta jo vetëm personalisht, po që ndërhyrja e kompanive kreative ose produksione ose postproduksione të jashtme është themelore për tregun në Shqipëri paktën. Është sepse edhe personalisht e kam parë që shumë nga termat, shumë nga mënyra e shpërndarjes punës ose hierarkia e të bëhet një spot ose promocion është shumë e rëndësishme. Dhe duke qenë se kemi qenë autodidakt në gati të gjitha këto fushat që përbëjnë këtë lloj industrie, ndoshta edhe kemi ngataruar, po edhe kemi keq kuptuar ose kemi marrë si kemi dash vetë këtë lloj shpërndarje procesi, i cili është për mendimin tim themelor për arritjen e një spotit. Nuk po them bukur, se të bukur është pak çështje shijes, po një spot që e kryen detyrën. Që jo domosdoshmërisht mund të jetë më i bukur në treg apo më i pëlqyer në treg. Besi, po mundësitë e të rive që duan të jenë pjesë e kësaj bote, e kësaj fushë, si ishe? Unë po të tregoj një pjesë të këtij tregu të gjerë, cila është pjesa që unë edhe menaxhoj më mirë ose e aplikoj vetë, që është pjesa e 3D-s dhe efekteve vizuale. Duke qenë se në Shqipëri akoma nuk ka një ose ligji nuk është shumë i qartë ose shumë i zhvilluar përsa i përket piraterive apo programeve apo softeve që përdoren të huaja, rinia ka shumë mundësi për të qenë autodidakte, duke qenë se edhe interneti, YouTube e tjerë shfaqin video se të mësojnë se si. Në këtë pjesë unë them që kush do të futet në këtë lloj industrie ka shumë mundësi se dikur që ishte elitaret, unë për shumë kur e kam fillu të merrem me 3D, mbaj me vetëm disa çunat që u merrshin me këtë gjë, po njëri ishte djali dikujt tjetri, domethënë kishin lidhje jo për efekt lidhjesh, po kishin pas mundësinë për ta eksploruar këtë fushë. Kishin afër kamerave. Kështu që në këtë plan po. Pastaj plani tjetër që mendoj që është vështirësuar sepse nuk funksionon më siç funksiononte kur unë u futa këtë lloj tregu, që dije pak 3D, dije pak edhe filloje. Tani kërkesat, thash, edhe ndikimi i agjencive tuaja ka bërë që nuk mjafton thjesht të dish apo të kesh vetëm sy. Duhet kuptosh edhe pipeline-in, domethënë rrjedhjen se si bëhet një spot komercial. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është punë vete. Kështu që
Mundësi ka, por që është rritur kërkesa, është rritur standardi. Duhet profesionist. Tani ka arkoha që duhen profesionist. Duhen profesionist. Mirë, ardhë momenti të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare. Me mbrëm agenti. Se muzikën po e fusim si reklam, sot, me që flasim për marketingun. Agenti, ti mbanë mënd reklamat e para shqiptare? Reklamat e para si mbajmë shumë mirë të ndrejten, po mbajmë një reklam që më ka bërë shumë përshtypje. Që ka qënë? Ishte një gjam makine mbrapa, shesim gëlqere, goma makinash, edhe kemi edhe DJ për dasma. Ishte dhe një. All inclusive. Tama. Mirë, Genti, kënga? Sot kemi një kënga YouTube që titullohet Every Breaking Wave. Eugen Bështepa. Faleminderit Genti. Kemi ardhur tashmë tek momenti I një loje, dhe pse Castro nuk do të bëjmë lojen me atë që ti thua
ta vëm në balë, por do bëjmë këtë lojën pasi me qënë se po flasim për spote publicitare, kanë shumë lidhje me filmat. Në fund të fundit, si kurse dhe Genci e tha, është një zhanër shumë i vështirë, pasi është ai koncentrimi në një minuta shumë të shkurtër, por në fund të fundit është një realizim. Kështu që të shojmë se sa... Doja është shumë e thjesht, se sa do t'i gjeni... Kemi 2 tituj filma, ashtu që do mundohemi t'i vizatojmë dhe t'i... Filmat janë kam kërësisht... Kam filluar të ndërhy pak si shumë Kastro në këtë pjesën të ndë. është moment kështu ky. Jo, këtë... Po do t'a bësh edhe këtë. As këtë, kush i ka bërë këto? Atë po bëjë, jonë që. Urdho. është një film shqiptar. Kastro t'a vizatoj dhe të shojmë se sa mirë do t'a realizoj për t'a i gjetur. Ju thot ndë një gjë deri tani? Atë femra lërë, se e kuptuam. Pjesë tjetër. Dhe trupja i, jo. Tentativ. Pra, kemi një... Qëfar është kjo gjëja këtu? Të nket zemra në fështë? Si? Jo, nuk e di, jo. Në t'ingëlloj diçka. I ka vizatuar, sigur ka ngellur zemra në fyt, po nuk besoj të titulli. Ja, bëra pak shosim, më... Zemër? është fjala zemër. është një zemër nëme? Po. Bravo, të... Mirë, të dytën... Sepse... Propozoj t'a vizatoj Besi. Hajde Besi. Me që ende ka lënë shkoma për gjysta e Obicim Akademie. Të vijon në një? Hajde, pa tjetër. Qotër. Mund të ulesh Kastro se u bëm zasi shumë këtu. Një tjetër film shqiptar. U dhe shkroja? Kam të vështirë, po do mundohem. Te ke kalit? Jo. Te vë shkronja me ishin arga ato. Jo në libra. Ngrirje pak atë t'i kote se ta... Te ka vetë modelin ashtu Kastro. Jo, është kështu. Nuk e bën ti më të lojën. Në ato karikaturat e tua. 3.20.75. Ska rëndësi, kjo është... Do më thonë, ka blitë me simbolit, se është e vështirë për ta shpjegu. Jena anti-orar aty jep, hajta. Kjo është anti-orar ose këthim në... Ko. Bravo. Tani... Rallën e kaluar, Anxa. Rallën e kaluar, Dite që punojnë bashkë. Po jemi që jemi bërë këtë lojnë tjetër. Ja, të e kemi me panelin tjetër, madje ti e di shumë mirë që do të të pëlqej. Ti bëj një foto, se më pëlqeu kjo. Simbolika e Besit. Atë lojën tjetër do të pëlqej shumë më tepër ta bësh me panelin tjetër që do të vi. Mua më duhet të ndahem tu duke falenderuar sigurisht gjithë tuaj zjarin Gencin. Dashur miq, panelin tjetër do të jenë disa të ftuara shumë bukuroshe. Kaq po them. Tashmë është bërë publike dhe videoja e përfaqësueses shqiptare në garën europiane të këngës Eurovision. Në kanalin zyrtar të këtij kompeticioni është publikuar kënga Bot, një interpretim nga këngëtarja nga Kosova, Linda Halimi. Kënga është kompozim nga Klodian Qafoku, punuar mbi tekstin e Big Bastës dhe vet Lindës dhe sjell një mesazh të fortë. Bashkëautorja Linda Halimi dhe stafi organizator kanë zgjedhur të përfaqësojnë në garën e muzikës europiane përmes versionit anglisht të këngës, ndoshta dhe për faktin se Linda prej disa vitesh e ka zhvendosur karrierën e saj artistike në Amerikë. Video është shoqëruar edhe nga komentet e fansave, një pjesë të cilëve shprehen se kjo këngë është një kryevepër, një kompozim i fuqishëm që do të shkëlqejë në skenën e Eurovisionit. Eurovisioni këtë vit do të mbahet në Kiev të Ukrainës në datat 9, 11 dhe 13 maj, ndërsa përfaqësuesja shqiptare do të këndojë mbrëmjen e 9 majit në gjysmëfinalin e parë.
Në shtator mundën të shijonim koncertet e Bebe Rexhës në Tiranë. Tashmë këngëtarja ka vendosur që turneu i saj të zhvendoset në Evropë. Turneu i saj po vjen dhe në Europë në 8 shtete të ndryshme. Koncertet e këngëtarës do të nisin në Evropë nga muaji maj me Belgjikën dhe do të mbyllen me Anglinë në Britaninë e Madhe. Duhet ta pyesësh veten 100 herë mirë nëse do ta bësh këtë hap apo jo, sepse nuk është akad rrisësh fëmijë, sidomos në kohët e sotme. Nëse ti jesh një nënë e përkushtuar, atëherë do jesh edhe një femër në karrierë. Gjendet koha për të gjitha. Sigurisht që do sakrifikosh, po sakrificën e bën me veten. Domethënë do heqësh dorë nga kafet e tua, do heqësh dorë nga orët e gjumit, nga ndonjë të dalë më shumë dhe kështu do ndash kohën mes familjes dhe punës. Përmenda në mbylljen e panelit parë që studio do të mbushet me bukuroshe. Në fakt, ato nuk janë vetëm bukuroshe, janë personazhe shumë dashur atë ekranit shqiptar, përposë shumë të bukura. Dhe përveç se rolit mediatik, kanë më së fundmi edhe një rol tjetër shumë të rëndësishëm, për të mos thënë që shumë herë e merr edhe ai rëndësinë kryesore dhe absolute në jetën e tyre. Flasim për nënat e reja, bukuroshet e ekraneve shqiptare. Ftoj me njerë në studio Xhemi Sheun, Armanda Toska, Jonida Maliqi dhe Anila Çela. Në fakt duhet ju prisë të Castro aty të katërtave, shumë gabim, nuk e fare gentleman. Jo, që nuk beson njëri. Ke mbajtur peshat rënda? Ka mbajtur po. Castro pëse më dihesh pak si në siklet? Jo, si në siklet, për shqyqyrë se mbante era kështu paneli që pash, ja, ku është bukurua. Qa ere? Era burr. Në fakt të ketë ti një të përbashkët me këtë panel, pasi dhe ti e baba... Po. 2 herë. Pas do më të quaj nënë. Do më të do nënët e reja. Jo, po ke për çfarë të flasësh dua të them, pasi edhe ti je përpos... Mund të përcaktoj kush është ta një femër, ta njohë që vendimet shumë apo gocë. Si? Një femër shqiptare, mund tjetë edhe një koreare, mund të... Sa po ta shof mund t'i them që e gjej nëse është çun, gocë apo dynjak. Sa muaj do t'jetë që ta dallosh? Dëgjoj tash, se kjo ka një procedurë të vënë dorë, kështu po. E ke me të prekur. Edhe me të prekur ti Jonida. Runi, Ami dhe Jonida që jeni afër. Jo, me të prekur thonë që me të prekur kam që lë 7 zan kollale. Mirë, Ami. Kështu thon tani, nuk e Ami dhe Jonida kanë qenë edhe herë të tjera në thurje, në panele, ndërsa ju uroj për herë të parë mirëseardhjen Xhemit dhe Anilës, pasi janë për herë të parë. Nëjësi, Jonida. Dhe për të filluar për temën për cilën jemi mbledhur, që mua më pëlqen shumë, edhe pse nuk jam akoma mami vetë, por i dua shumë fëmijët, edhe më duket një temë jashtë masës shumë e bukur, që ka shumë për të thënë. Xhemi, si është ti je një mama mediatike? Si është ti je një mama, them, se pastaj profesioni... Mama dhe pastaj pritë se është. Nuk është edhe ka që thjesht, ti është edhe mediatike për pos mamas, po këtë do ta zgjerim pak më vonë. Pikë së pari, si është ti je një mama? Është shumë e bukur, por edhe shumë e lodhshme, në njëjtën kohë, është përgjithësi shumë e madhe. Unë e them gjithmonë që nuk është shaka të bësh fëmijë, momentin që je martuar ose jo, për të paktën ke një mashkull, krateje dhe merr vendimin për të bërë prindër. Duhet ta pyesësh veten 100 herë mirë nëse do ta bësh këtë hap apo jo, sepse nuk është akad rrisësh fëmijë, sidomos në kohët e sotme. Për më tepër mamaja e 2 djemve. Po, sepse... Apo djemt janë më turt. Jo, varet nga fëmijët. Tu kemi vetëm djemë duket... Kemi djemë shkëtu, kështu që... Po, pra, vetëm çuna. 2, 3, 4... 2 djemë edhe unë. Castro. 6 çuna, e kam e një. Domethënë tema duhet jetë si është mama çuna. Nuk kisha dashur shumë të kisha një vajzë, por... Pas kam pas pushk të fortë. Ka ko, Xhemi, ka ko të bëhet edhe një vajzë? Kështu thonë që ka ko, por... Nëse nuk të del djalë dhe i treti. Nuk besoj se do bëj një të tretë. Mirë, për pos të qenurit mama. Si është kesh edhe një angazhim publik, le të themi, një përgjegjësi që duhet që ndrosh para ekranit, një përgjegjësi për balë publikut që të do dhe të ndjek? Unë gjithmonë punën e kam parë në shërbim të familjes. Nuk është se kam parë punën parsore dhe në bazë të punës duhet të kushzoj familja ime. Për mua parsore janë fëmijët, bashorti, domethënë të jenë ato mirë dhe
puna më pas më vjen brava, si me thënë. Por jam munduar që t'i përshtas dhe t'a ndaj kohën time mënyrën më të mirë, që t'je me pranishme dhe pranë fëmijëve, t'asistojnë në rritjen e tyre, por edhe mos të lërë gjë mangu të punës. Profesioni jonë pastaj do që duhet t'jesh e fjetur, që të kesh një imazh të kuruar, mos të kesh të rrath të syve, sepse një nën tjetër që mund të ketë një punë çfarë do, nuk e ka problem mendoj paraqitjen e jashtme. Gjithsesi për mua fëmijët janë parsor. Dua të them që kam patur dhe kam ndihmën e mamit dhe mamit Visit, sepse pa to nuk do isha në punë sot. Duhet të thënë kjo. Sigurisht, por më tepër kam përshtypje tek fëmia e parë, tek fëmia e parë dhe fëmia e dytë. Tek fëmia e dytë. Po, e paramendoj. Ami? Përpos një personazh shumë i njohur dhe që vazhdimisht është në ekran nuk mungon. Përpos një biznes tëndin që tash më sa vjen dhe përpos zgjerohet, ke shumë klienta për të qenë disponueshëm për ta. Edhe djali? Tani, në çdo kohë dhe në çdo moshë, unë mendoj që ka prioritetet caktuara pas të cilave ti punon edhe harxhon energjinë dhe kohën tënde. Puna në televizion që aktualisht unë bëj, e kam disi të fragmentuar në periudat caktuara të vitit. Sezonale. E kam menduar dhe kam projektuar vetë për të qenë sezonale për shkak të këtyre angazhimeve tjera, që vendin kryesor sigurisht që zë familja, e zë fëmija, por dhe fëmijët në të ardhmen. Kështu që, po jo, nuk ka zgjë për momentin. Pastaj, sigurisht dhe biznesi merr një kohë të mjaftueshme, gjithkohës aty dhe 24 orë ti mendon edhe punon edhe gjatë kohës si aty, po punon me mendje për të. Kështu që është një motor i madh që të tërheq. Ndaj dhe televizionin kam zgjedhur ta bëj me sezone dhe me periudha të caktuara, për aq kohë sa është në favorin tim, të familjes, në shërbim të biznesit dhe të asaj mënyre jetese që unë kam zgjedhur të bëj, sepse televizioni është një nga gjërat dhe që në fakt për të qenë grua në biznes, grua në karrierë dhe nën e përkushtuar ose edhe më pak e përkushtuar, po si të qoftë një familjare, kërkon shumë angazhim. Për të qenë një femër e kuruar që del në televizion, për të qenë një femër që në një projekt caktuar kesh një prioritet edhe ta çosh atë përshëmbarje dhe mirë deri në fund, sepse mund ta bësh, por varet dhe si e bën. Mendoj që është një sakrificë e madhe dhe është një përgjegjësi shumë e madhe për femrat e televizionit dhe unë përgëzoj të gjitha ato vajza nëna, panelin rrethpar dhe gjitha të tjerat që merren me televizion dhe që janë nëna, sepse e di shumë mirë që është sakrificë e madhe dhe ndonjëherë nuk është aq e bukur dhe rrezollitëse jeta në skenë, sepse ka shumë mund mbrapa kuintave. Por që është një punë që ne kemi zgjedhur, ndoshta e bëjmë me shumë qef. Ndonjëherë nuk jemi dhe aq mirë sa dukemi në ekran, por që duhet jemi shumë mirë para publikut. Kjo është ajo gjithë sakrifica mendoj një femre në televizion. Nuk kemi... E ke marrë dhe tja të pyetjen që ndodh shpesh dhe rëndon nga hallet, nga tezet, nga gjajat, nga kushurit, apo nga komshit që do t'a lësh vetëm, apo djalin, apo do të bësh në një motër, apo në një vëlla? Jo, nuk do t'a lë vetëm, absolutisht jo. Jemi duke projektuar. Jemi duke punuar. Duke punuar. Absolutisht jo. Çfarë do të jetë? Po jo, nuk mendoj që s'ka akoma asnjë gjenet, kështu që... Jo, në muajin e tretë pasi. Muajin e tretë pas, po. Thyer mashit bëj telefon vllai, hajde se dua. Po, do të marrim shumë konsulta private në shtëpi. Thashun kthejmë biznes se do kesh punë. Që prej nesër portalet do shkruajnë që Ami po punon për të sjellë në jetë një fëmijë tjetër, i ku mori fund kjo gjëja. Jonida? Sa e vështirë, sa e bukur? Mund të them që ka qenë për ty. Është kënaqësia më e madhe që mund të marrë një femër teksa bëhet nën, është ndjesia më e bukur në botë. Është dashuria më e madhe, sigurisht që ti kalon në plan të dytë dhe është ajo krijesa jote që tashmë ka marrë vëmendjen absolute. Mund të them që është e vështirë, por nëse di ti ndash, nëse di ti jesh një nënë e përkushtuar, atëherë do jesh edhe një femër në karrierë. Kam përshtypjen që jo vetëm profesioni ynë që është publik është i vështirë, po ashtu sikurse edhe nënat tona që kanë jetuar në një periudhë tjetër e kanë patur
Akoma më të vështirë sepse kushtet nuk kanë qenë të tilla. Fatmirësisht edhe unë kam patur ndihmën e nënstime. E falenderoj, më jepet mundësia ta falenderoj nga ekrani për gjithë mundin e saj, sa herë më është dashur të rinë studia orëve të bona, në televizion, dhe ndoshta i është dashur e sajt pasajt që të kaloj më shumë kohë me Danin. Megjithatë, prioriteti është i mbirë, pastaj vjen karriera në mënyrë absolute. Në fakt, pikërisht edhe ne, prandaj jemi mbledhur pasi sigurisht që të qenurit nën është një gjë shumë e bukur, po ajo vështirësohet kur mamaja është një personazh publik për vetë arsyeën dhe faktin që duhet të punojë ndonjëherë jashtë orarit, nuk është një nën e thjeshtë apo me një punë me një orar të caktuar, sikurse janë 8 me 5, apo këto që di si t'ja përkushtoj dhe di si t'i ndaj oraret, po shpesh na ndodh që t'jemi edhe ju ndodh ju që jeni nëna që të jeni edhe në oraret pa caktuara. Si ka qënë për ty? Po, unë ndryshe nga të tha këtu, unë jam punë, sepse unë kam punuar gjithmonë me emisionet përdiqme, kështu që unë jam 8 orarsh je me orar të caktuar? Pjesërisht po, do me thonë unë kam orar fix, pavarësisht pastaj kam dhe punë jashtë orarit pa diskutim, por që mundohem ta bëj nga shtëpia. Një pjesë të mirë të gjërave që mund t'i bëj nga telefoni apo nga kompjuteri, i marr dhe i bëj në shtëpi, në oraret e gjumit apo në oraret e vona të darkës. Do me thënë, gjendet koha për të gjitha. Sigurisht që do sakrifikosh, po sakrificën e bën me veten. Do me thënë, do heqësh dorë nga kafet e tua, do heqësh dorë nga orët e gjumit, nga ndonjë të dalë më shumë, dhe kështu do ndash kohën mes familjes dhe punës. Këto janë prioritetet, sigurisht familja dhe fëmijët, do më thënë, Linda tha pak më parë, kalon në vend të dytë vetja, kur je me 2 fëmijë kalon në vend të tretë, pastaj kalon burri përpara kalon në vend të katërt, edhe kështu që nuk është daj shkollaj, megjithatë mësohesh me të gjitha. Në fillim mund të duket dhe fundi botës, sidomos me 2 varet sa të lehtë ta bën dhe fëmia i parë, mua s'ma ka bërë fare të lehtë, do me thënë unë isha tek rasti ta hedhim në plera vllajin se nuk e duam, po mua pse s'më doni, po unë çfarë jam këtu, ju nuk më doni mua, ju doni atë, do me thënë unë e pata të merr të vështirë fëmin e dytë, por që tani jemi në fazën që i vogli është i vogli, edhe e përkëdhelin të gjithë, na bëri për vete më shumë se sa ne mendonim, kështu që nuk është asnjëherë shumë 2, për ju e kam. As 3 ndoshta, po kur ta provojmë, Castro. Po, unë punoj gjithë po kujtoj të gjitha lidhe, po kujtoj, po mendoj tani këto gjyshet tona që kanë bërë nga 16 fëmijë, domethënë çfarë plani kanë qenë si fantazëm, tani 2, 3. Po nuk merreshin aq shumë. Po nuk kanë qenë ato personazhe. Këto kushte, fëmijët i linin, nuk kanë pas fëmijët këto temenat që kanë sot. Dhe kanë pasur thjesht një objektiv për të bërë fëmijë, domethënë një femër që në moshën 15 vjeçare, po kishte prioritet vetëm bënte fëmijët. Është djersitur. O po bëshin zetë, mos ka temperaturë, meraku është rritur. Unë mendoj që njësoj ka qenë meraku në çdo kohë. Ne, do me thënë, brezi mamave tona thonë ju keni komoditetin, se nuk keni napat që kishim ne, po keni pampersin sot. Ne jemi shampo, kremi vaj, masazhi, ku di unë, këto detaje. 8, 9, ka qenë mesatarja. Është shumë e vështirë që mbase në korat që ne jetojmë tani ka shumë facilitete. Duke marrë parasysh vetëm atë pampersin e shkret, sapun i ka liruar mamave, por që e shumë tjera, pa marrë parasysh edhe faktin që mund të mundësosh edhe një zonjë, një babysitter apo një dado që mund të ndihmojë po prapë në punët dhe në rritjen e një fëmije. Por atëherë ka qenë ndryshe dhe jeta e mamave, mos harrojmë, se bënin një punë tetorçe ose nuk e bënin fare, ose ishin shtëpiake dhe ishte ai stereotipi i gruas që sepse sot ka punë orare dhe mund të rish në shtëpi pjesën tjetër të ditës dhe të mjaftohesh me atë që kërkon. Jo, po sot ti Anil ke një ambient social që shumë me i koklavitur dhe shumë me i komplikuar se që ka qënë, le themi, në vitet e më parshme. Që nga kërkesat që të do fëmija, që nga alternativat që ka fëmija, dhe në zgjedhje, po them, të gjërave më banale, qoftë edhe të zgjedhjeve të veshjeve, të lodrave, të kopshtit, çerdhe, se çdo gjë e pastaj që kërkesat sa vinë dhe rriten me sa po kuptoj unë. Kështu që... Edhe të jastikëve që kanë ndryshë janë bërë më të butë. Po, edhe jastikët janë bërë më të butë dhe në base nuk pëlqen... Jo, një tjetër çështje që shumë dimensione. Kur i rrinin aty që diskutohet dhe lidhe me atë dietin edhe hajceritet. Shumë femra të ekranit kanë edhe një lloj frike apo mendohet shpesh edhe nga publiku për prishjen e formave trupore apo mbase shtojnë disa kile dhe i trëm në një shtatzania. Xhemi? Mos më ka trëmbur fare me
Je super në formë, je akoma dhe më mirë. Jo, kjo është fat i madh, këtë do të thoja. Në momentin që u martova, e kisha ndarë mendjen që familja ime nuk do kishte kuptim, ose nuk do quaj familje nëse nuk do të kisha fëmijë. Zoti donte që unë bekohesha me Martinin, me një herë film pas dasmës, dhe nuk e vrava shumë mendjen, më thënë të drejtën. Jeni martuar si ishte shtatzan? Jo, nuk ndodhe. Martova sepse doja që të kërceja, doja të visha stanin, më rinë të mirë. Nuk kisha planifikuar gjitha ka zonë, për shumë që eci çdo gjë sipas planit. Po, dhe nuk pa të fare probleme fizikun. Për format, jo. Kam ngrënë çdo gjë që duhej ngrënë, flas për frutat, perimet, gjellët, dhe kam pasur goxha oreks. Kam menduar këtë, që mbas lindjes parë thoja pse duhet bëj palestër ose pse duhet mbaj dieta kur unë do t'i rikthehem prapë shtatzanisë, sepse mendoja që tani që jam me karroca, vazhdojmë të rri me karroca, ta bëj dhe fëmijën e dytë, meqense jeta më kushtohet, paktën vazhdojmë të jemi në këtë ambient, si më thënë, ambient fëmijësh. Nuk u shqetësove dhe nuk bëre. Nuk u shqetësova herën e parë. Herën e dytë më pas thash, okay, tani trupi tani duhet filloj të mendoj. Po, duhet mendoj pak më shumë sepse do ta kem më të vështirë për të rikthyer. Nuk e pata, çuditërisht nuk e pata dhe u riktheva në format e mia që para lindjes parë. Kjo është fat, në fakt. Operacion ose natyrale, që për ekspertë të kjo. Me operacion. Mendoj që është edhe... Me operacion është më e vështirë. Është genetike. Nësa natyrale, pas e kur lindë më është genetike. Ti Kastro për shumë le pak bark pas shtatzanisë dytë. E më ka ngel pak. Ami, sa të trëmbi ky fakt? Më trëmbi, nuk them që më trëmbi, e dija fare mirë që do shtoja kile, dhe madje mund shtoja edhe shumë kile, dhe realisht nuk kam shtuar, sepse nuk jam frenuar fare gjatë shtatzanisë për të ngrënë dhe për të shijuar çdo gjë. Që donë të baby, se kështu justifikoti, do baby, duhet më. Vjen ai shansi i artë për të ngrënë gjithçka. Por i vura një qëllim vetes që nuk doja të bëja televizion, ndërkohë që isha shtatzan. Sepse gjithsesi puna në televizion të kushtëzon, takat, make-upi, orët e zgjatura, edhe nuk doja që ta ngarkoja veten me të tilla angazhime. E i vura një kush që doja që t'isha pushim gjatë kohës shtatzanisë. Edhe aty i lirova veten fare, haja, fëmija, bëja ç'të doja, domethënë. Në fakt pa e vrarë shumë mendjen se si do vija në formë pas shtatzanisë, që më erdhi shumë ndihmë edhe regjimi që i bëra, po edhe stërvitja me body code, këtë duhet ta them. Megjithatë kam kuptuar një gjë që ka shumë rëndësi se sa kile nis shtatzanin. Sepse prap vjen mbas shtatzanis me pak stërvitja për regjim ushqimor, vjen prap në gjendjen e mëparshme aty ku ke qenë. Unë e nisa pak më shumë se ç'ishte pesha ime ideale dhe ndërkohë pas shtatzanis shkova më pak se që kisha nisur. Kjo ishte një arritje dhe që u dobësova më shumë, domethënë mbrapa shtatzanis. Por që mendoj që ka të bëjë shumë sa e nis. Sa kilograme nis shtatzanin dhe kthehesh prap, me pak vullnet them që kthehesh prap në gjendjen do ta kem parasysh në gjendjen aktuale. Jonida? Megjithatë unë mendoj që është individuale, se çdo organizëm reagon ndryshe. Unë nuk e kam patur fare as pak frikë. Kam qenë, mendoj, një nënë e dëshiruar që në adoleshencë. Kam patur gjithmonë feeling, ndjesi shumë të mira me fëmijët. Edhe kur kam qenë e vogël, dëshiroja 5 fëmijë. Nuk e dija ende se ç'ishte, sigurisht, vetëm luaja 10 minuta. E kam pritur me shumë dashuri Danin. Muajt e parë deri në muajin e 7 kam qenë brenda normave të kilogramëve, pastaj pas muajit të 7 e teprova me kilogramët. Megjithatë, rutina të ndryshon në mënyrë radikale. Jetesa jote, regjimi dhe absolutisht rash më shumë nga ç'kisha marrë nga lodhja. Nga lodhja, nga pagjumësia. Viti i parë për mua është shumë i lodhshëm për një nënë, sepse është mbi të gjitha frika e madhe që ti ke një krijesë e cila pret çdo gjë nga ty. Pret çdo gjë nga ty, ke një përgjegjësi shumë të madhe, rritet ai, rritesh dhe ti me të, mësohesh me gjëra të reja. Është shumë e vështirë, por kalon shpejt derisa ti fiton sigurinë dhe unë e kam patur shumë thjesht. Megjithatë kam bërë vazhdimisht pas procesit të gjirit. Kisha një step në shtëpi ku ushtrohesha gjysmë ore në ditë, me iPad bëja abdominalet, derisa erdha në formën e duhur.
Kjo do të thotë që ke pas shumë vullnet, se të bësh në shtëpi stërvitje është... Vazhdoj edhe sot e kësaj dite. Tregon shumë vullnet. Më pëlqen sepse nuk e ndjeja veten ende taft për të shkuar në palestër dhe ta ndaja fizikun tim me të tjerët. Kur shoh fotot e mia kur kam qenë shtatzan, më duket vita si një tullumbat, sidomos në muajin e 8 dhe 9 tullumbat, që nga moment po ti ishe atë pipin, do shprehej. Isha komplet një gjë rrumbullakët, edhe është gati e pabesueshme kur e sheh se çfarë transformimi ndonjëherë ka femra, trupi i saj dhe se sa çfarë lloj metamorfoze, po ta përmbledh me një fjalë, i kalon femrës në trup, në ana psikologjike për gjatë një viti ose rreth një vit të gjysmë. Jonida, më sa mbaj mend si 90% e rasteve kalojnë në postpartumin depresiv. Edhe këtë gjë unë kam lexuar shumë edhe mundohesha maksimalisht që mos më kalon të kjo fazë. Kisha lexuar unë po e prisja këtë depresion postpartum. Edhe unë e prisja, po pakërisht nuk e kalon. Ne na ngarkojnë edhe të tjerët. Depresion edhe më largohu, hajde ik. Të qara, kot të koti. Është dhe hormonale. Më futu të merrin fare se ka 2 muaj se kanë ardhur ato asaj shoqë single të merrin. Që do zoti mos... Do zoti, do më qatë të shkuar lartë, i madhe Allah, po... Shë momenti shokët tomë, besoj? Anil, ti e gjithashtu një ndër ato rastet me fat? Teksa po flitej, se unë gjithmonë kam qenë kështu, bullafiqe. Për më tepër ekranin më ka shtuar gjithmonë më shumë, kështu që kjo pyetja je shtatzan apo do lindësh, më ka shoqëruar dhe kur s'kam qenë shtatzan, kështu që jam mësuar me iden. Plus që ne atë po thoja pak më parë, të duash ti t'jesh mirë me veten, ne kemi një kulturë shumë të çuditshme, që kur sheh një grua shtatzan, nëse në botë thon sa e mirë je bër, sa e bukur je bër, është që e bër kështu ti me ku po shkon. Asysh ose linde ti, po kam lindur. Po si je kështu sikur s'ke lindur? Me ti, do të thonë ti me thonë të thua skaj se kur je me çun shtatzan je me çun është merr nurin, je më e bukur. Po çnur zeza, nur. Se si e ke formën. Nice, unë kam vuajtur dhe vazhdoj të mos e vuaj. Unë kam pas grua shumë kështu si gjysmë magjist, domethënë, më që merrte vesh nga këto gjërat edhe siç arrit me gjysh. Tash. Kush i mban mend thuaj. Renis, po mendohem ç'të të pyes në këtë panel. Edhe zi që të them se jam bërë në herë nën. Me gjithë të... As ndjesinë të qenë baba nuk e kam provuar, kështu që... Më mirë se sa paneli me gocat e bukura dhe me çunin e bukur. Me mamat e bukura dhe me babajnë e bukur. Goca, çuna. Me çfarë këngë do e përshëndesim panelin? Panelin me Because the Night, kënduar nga 2000 ca këngëtar në përbot. Renis Gjoka. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is anger, is a fire robbery. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand and as the sun descends, they can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Oh, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Have I doubt, baby, when I'm alone? Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as a last. Here and now, but till the morning comes, yeah. Come on now, try and understand where I feel under your command. Take my hand and as the sun descends, they can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Oh, because the night belongs
pranuar këtu në këndin e 5 panjorave me Jonida Maliqin, mirë se erdhe në këtë pjesë tjetër të emisionit. Sa intime duket. Është në fakt, pasi unë do të të pyes për disa gjëra që le të themi mund t'jenë deri diku edhe të pasbuluar apo sekret, apo gjëra të fundit që akoma nuk i ke zbuluar, nuk di këto ta shohim rrugës. Okej. Pikë së pari po të pyes një herë, mos i shih pyetjet. Isha gati. Repertor shumë i gjerë, muzikor, shumë këngë, po a ke ndonjë të preferuar për një arsye specifike mbase, për shkak të një historie të vërtetë apo nuk e di? E ke fjalën për këngët e mia. Në mënyrë absolute që është kënga që i kam dedikuar djalit tim, Thesar pa emër. Mund të them që ishte një ndër ndjesit më të bukura të këndoja në sken me të brenda meje. Falenderoj, më jepet mundësia të falenderoj dhe Piro Çakon, i cili pas një kafe shumë gjatë, teksa i tregoja ndjesit e mia, meqense ishte baba, por prapë një mashkull nuk e kupton dhe nuk e percepton, kurse si, se çfarë ndjesie ka një femër shtatzan. U inspirua dhe brenda gjysmore pasi kemi lënë kafen, më tha tekstin e kam gati. Kur e kam dëgjuar atë këngë, jam përlotur, kam qarë vazhdimisht. Sot e kësaj dite përlotem kur e shoh, madje edhe i mbir kur e dëgjon, me sa duket e kupton ndjesin edhe është emocionuar dhe nuk ja kam vënë më që ta dëgjoj, kur të rritet pak më shumë. Për më tepër kur të kuptoj dhe të di që ka qenë edhe ai prezent në një lloj mënyre aty bashkë me ty në skenë kur e ke kënduar. Ai është materiali më i bukur muzikor, sepse ka ndjenjë dhe është e jetuar. Është moment i shënuar. Është moment i paharrueshëm. Një tjetër pjesë artistike, le të themi, e jotja, janë të tatuazhet. Ti i preferon shumë tatuazhet. Po. Tani unë di shumë pak, nuk di, a ka tatuazhet të reja, të zhveshim këtu të shohim. Në faktu nuk shquem për zhveshje, shquem për veshje. Për veshje, por në këtë rast në duan të tojnë tatu. Për tatuazhet i preferoj, sepse mendoj që është një mënyrë e të shprehurit të ndjesive të mia ndër vite. E shoh si formarti, familjarët e mi më kanë thënë që ndoshta ti mendon se je një blok shënimesh edhe do që shënimet e tua apo kujtimet e tua të mira apo të këqija, ti shkruash në lëkurë. Ajo që dua të ndaj me ty është që jo çdo tatuazh që kam trup ka një periudhë caktuar tjetës, shumë të bukur, por ka dhe momente të hidhura të cilat më kanë bërë që t'inspirohem, të dua të ndjej atë dhimbjen, që deri diku më merr malli atë dhimbjen e tatuazhit dhe kryesisht i bëj për një identifikim, një personalizim timin, nuk i tregoj arsyet pse kam bërë këtë apo pse bëj atë dhe kam përshtypjen njerëzit që kanë tatuazhe nuk para pëlqejnë tregojnë këtë e kam se do të thotë kështu apo këtë e kam se do të thotë ashtu. Po kam një tatuazh në kurriz është më i fundit. I përmasave më të mëdhaja? Është i përmasave më të mëdhaja. Nuk e kam zbuluar ende, kush ka patur shansin të më shohin plazh, ndoshta është çuditur, por që është një vepër arti që unë e parapëlqej shumë. Çfarë është? Janë 5 trëndafilat, cilat janë akoma në funesipër, një i zi, një i kush edhe 3 turkiz. Shumë interesante. Nuk po të zhvishem më mirë. Nuk po të pyes pse, pasi vetë the që janë çështjet tua që do mbase ti rikthesh pas një farë kohe dhe ti kujtosh apo ti kesh. Jo, sa herë shoh në trup më kujtojnë ndjesitë e mia edhe më bëjnë që të reflektoj, sepse kanë qenë faza të caktuara të jetës që më kanë bërë të reflektoj, të ndryshoj edhe të evoloj, ashtu sikur se evolon çdo njeri. Mirë, Jonid, po në lidhje me djalin, a ka një gjë specifike që mund ta tregosh në një lloj lidhje veçantë me të që vazhdon ende apo që ka qenë? Unë, kush më njeh nga afër, e din që jam një mamone edhe një papone, ende sot e kësaj dite, megjithëse jam nën vet, ulem në prerin e Timati kur më merr malli. Nuk ka ditë mos komunikoj me prindrit e mi, edhe i me më deri moshën 18 vjeçare më ka, domethënë fal saj mund të them kam qenë kjo që jam sot, ose kam arritur edhe sukseset e mia, më kam mbështetur shumë artistikisht,
i matë ka qenë disi patriarkal, por mbështetja e saj më ka dhënë shumë. Kam një lidhje shumë të veçantë me Danin, shumë të veçantë sepse me gjithë është djalë, e shikoj që është mamone, për sa kohë do dojtë të jetë i tillë, sepse djenë një moshë që shkëputen disi nga nëna. Sekret një ndjesi të veçantë mund të them që Dani ende fle me mua. Dhe është zgjimi më i bukur në botë, teksa zgjohesh me të, e përkëdhel, i këndoj ndonjë këngë, merr putjen për qafimin e parë nga ai dhe bëj gati pastaj për të shkuar në kopësht. Shumë detaj bukur. Nuk kam qenë, megjithëse thonë që nuk i bën mirë një çifti që të flër fëmija bashkë me ta, unë kam qenë... Fëmija do rritet dhe do të mungoj kjo gjë. Unë e dua erën e Danit dhe për sa kohë do doj të qëndroj pranë meje, di që do iki për pak kohë, do doj vetë, do ta mbaj fort, sepse do duhet sërish të rinvetëm. Mirë, Jonit, po ndonjë pasion, a ke përpos tatuve që të shkojmë për te pasionet, si kurse dhe është shumë pjesë artistike. Në një gjë që të pëlqen të bësh shpesh, apo... Më pëlqen shumë të udhtoj, më pëlqen shumë të udhtoj, me makinë, me tren, me avion, me biciklet, me motor, jo se kam panik prit. në ndonjë... Sa po do të pyesja, e them. Nuk jam ekstremiste, por më pëlqen shumë të eksploroj botën. Dua të shkoj në kontinentet më të largëta. Fatmirësisht edhe falë biznesit, më duhet të udhtoj njerë në 2-3 muaj, e kam dhe si terapi mendore, më bën mirë kur eksploroj kultura të reja, vëndet të reja, njerëz të bukur, njerëz të ndryshëm, më pëlqen herë Cili është më vëndi që të ka dashur. pëlqyer më shumë, vëndi më interesant që ke qenë, që të dojë të riktheheshe, apo në mos të riktheheshe të ka lënë impresionet më të veçanta? Në fakt kam vënde pa eksploruar, kam qenë në Rusi që më ka bërë shumë përshtypje Moska për hapësirat gjigande, më ka bërë shumë përshtypje, mund të them Maroku, për qiellin e kuq në darkë, për atë tokën e kuqe që pasqyrojnë në qiell dhe ishte kryevepër. Më pëlqen Dubai jo vetëm për luksin, po më ka pëlqyer sepse më vjen çudi që para 30 vjetësh ka qenë totalisht shkretir dhe brenda një periudhe kaq shkurtër ka evoluar kaq shumë edhe është kulmi i luksit që deri diku kam patur fatin ta prek, ta shikoj, por ama shumë jashtë realitetit tonë. Më pëlqen të shkoj shumë në Japoni. Kam vënë disa vënde, i kam pikasur dhe uroj me shprej Zotit që t'i vizitoj. Më mirë, përpos këtyre udhëtimeve vëndeve që ke pikasur për të shkuar ndonjë surprizë për publikun shqiptar, a ka ndonjë këngë të re? Apo ndonjë projekt? Ashtë me udhëtimet. Po, ka. Sepse unë e lidh shumë edhe pjesën artistike apo gjendjen motivimin e lidhe dhe me gjendjen time shpirtërore. Më kam marrë mallit jem në skenë duke kënduar, kam pothuajse 2 vjetë që kam qëndruar largë, ndoshta edhe për faktin që tashmë jam një nën me kohë plot, do të nxjerr së shpejti 2 materiale të reja muzikore, një material me Kledi Bahitin, kemi një duet, dhe së shpejti një material ku do të këndoj vetëm, por me një studio të re, Tool Production, ku tekstin po e punojmë me Alban Ramosaj. Të dyja janë materiale cilët nuk janë kompetitive, nuk janë në një kompeticion, janë thjesht të tuat lancuara për publikun shqiptar. Do shta jam lodhur nga kompeticionet, nga festivalet, formatet deri diku të lëmë për dëshiruar. Jeta artistike në Shqipëri është paksa e çuditshme, nuk është se ti mund të kesh një tur, mund të realizosh koncerte, por aktiviteti i këngëtarëve të suksesshëm mbetet vetëm në për ambiente publike, në për klabe, gjë që cilën unë nuk jam rritur me këtë frymë dhe nuk mund ta bëj tani që më ka kaluar koha. Jonit, uroj shumë suksese dhe pa diskutim që ato do kthehen hite, sepse çdo këngë që ti ke bërë deri më tash më dëgjohet gjithmonë, kështu që jam e sigurt në këtë pjesë. Dhe faleminderit edhe për këtë intervistë. Më pëlqeu. Rikthehemi te gocat. Më falni se ju lash pak të prisnit, nuk e di, u knaqet me Kastron, se ja kisha lënë porosi që t'ju mbante. Po flia pak. Ka të kështë janë skuqur pak. Po të ngjojmë shumë ëndje. Vërtet? Një gjë tjetër interesante që do doja dija për t'ju rikthyer edhe njerë temës së fëmijëve. Xhemi, a ka patur një reagim të parë, kam përshtypjen te Martini duhet këtë qenë, se
Djali vogël është shumë vogël për ta kuptuar, për reagim kur të ka parë ty për herë të parë në ekran, apo kur ka kuptuar që mamaja... Edhe i vogli. Edhe i vogli. Si janë reagimet? Shkathët edhe knaqet kur më shef të Portogallia, po nuk është se i bënë i përshtypje, jo sepse u rritën dhe janë mësuar tashmë me këtë fakt që mua mund të shohin edhe në televizor. Po reagimin e parë fare, mban mend? Apo ka ardhur natyrshëm? Jo, nuk e mbaj mend. Ka ardhur natyrshëm. Mami, vetëm kaq kur mund të ken parë paralelisht që mund të ketë qenë transmetim programi dhe kam qenë edhe në shtëpi ndërkohë që e kemi parë dhe ishin kështu, shifnin një herë nga divani, një herë në televizor dhe nuk e percepton të mami dhe në ekran. Edhe këtu në divan. Çfarë ndodh? Një të reagim ka reagim. Madje Dani kur jemi në transmetime live nuk preferon të më shoh, mërzitet shumë që nuk të ka aty se në ekran shkon afër, më ka treguar i me më, ose do të ndrojt e kukullat. Emocionohet, e njëjta gjë ndodh edhe kur jam jashtë, që i flas në telefon, grindet, nuk do të ketë kontakt. Po me këngët e tua, si reagon? Emocionohet shumë. Po nuk dua t'ja, unë i këndoj vetë, deri në moshën 3 vjeçare, çdo natë e kam vënë gjumë teksa i këndoja Qingjin e vogël. Pastaj, kur i këndoj, ndoshta edhe nga që zërin e kam paksa dramatik, fillon qeshma për mua. I dukem shumë melankolike, edhe pastaj mundohem të bëj karagjozen. Tipike. Të gjitha në ndodh. Ami, kam përshtypjen reagime së dyfish, se shef Ermalin, shef ty ka të dy kështu në televizor. Po, tani ka çik më të shpesh me Ermalin, po në fakt mendoj që kur fëmia rritet duke parë vazhdimisht këtë lloj imazhi që ka mamin në shtëpi, babin në shtëpi, shef dhe në ekran, nuk është se ka një herë të parë, sepse për shembull Eli kur ka qenë ende bebe, unë mbaj mend reagimi i parë, mund të them ka qenë vetëm ky, me aq sa kujtoj tani që unë kam qenë me kuriz, kam qenë duke ushqyer te tavolina vetë ngrënjes, edhe në ekran kishte dalë një reklam. Dhe ai që nuk fliste akoma se ishte ende pa mbushur 1 vjeç edhe ma bën me gisht. Edhe unë që s'po ja vija re, domethënë se kukullat ose unë isha tamam hape gojën shpejt ta mbaroj bukën. Ndërkohë që më thot mami, shiko Joeli thosë se po tregon se ke dalë ti në ekran edhe kur kthej kokën, këtë mund të them që ishte reagimi i parë i atij, por që është mësuar që e ka këtë dyzimin e imazheve, si në shtëpi edhe në ekran, edhe nuk është se ka një herë të parë që të ketë qenë vërtet wow, i surprizuar. Po ti çdo këtu. Anil? Unë e kam me të dy të ndryshëm, i madhi nuk ka dashur të më shoh, i ngjashëm me Danin, sepse bënte lidhjen që nëse unë jam në ekran nuk jam në shtëpi, ndërsa i vogli më sheh, më thërret, më kërkon. Reagimi i parë me që më kanë thënë nëpërmjet telefonit ka qenë mama, cica, edhe shkonte te ekrani, lidhja mamit bëj ashtu, po mami ishte. Pas ka identifikuar. Po, mirë. Kurse i madhi jo, akoma është që natyrë indiferente, më shek shumë. Edhe e heq, nuk të do vetëm për vete, nuk të do për të tjerët aty në ekran. Është dhe këtu. Janë shumë të mirë. Mirë, kemi ardhur në këtë momente tek rubrika një pyetje vogël, një vogëlushe ka drejtuar një pyetje për Xhemin. Do ta dëgjojmë ti kthejmë përgjigje? Po, thash jo. Ajo quhet Arsa, është 7 vjeçe dhe pasioni i saj më i madh është baleti. Arsa sot është kurioze t'i bëj një pyetje të vogël, të ftuarës son Xhemi Sheut. Të ta Xhemi a diti se çfarë numri kishte këmbën Hirusha? Çfarë numri e kishte këmbën Hirusha? E diti? Po atëherë motrat e Hirushës di që e kanë pasur shumë të madhe këmbën. 42. Sa njëra donte të priste gishtin, tjetra donte ta fuste me zor, kollonte themrën që t'i futej këmba. Kishte motra biologjike, kështu që mos vonis. Po, këtë drejtë. Jo, motrat, po mirë. Motrat e Hirushës, Hirusha ka qenë perfekte, kështu përshkruaj në prallë të paktën, dhe numri perfekt është numri 37 për mendimin tim. Është numri më i zakonshëm. Xhemi, ti sa ke numrin e këmbës? 37. Arisa të ka pikturuar. Duke patur një biznes këpucësh, Xhemi Sheu, më falë, do ta tregoj. O, sa e bukur! Nuk e di pse duart
si ka konceptuar Roz, por... Po ti shif njerë sheu, pa hë. Sa vjeç është Arsja? Mungon një hë. Arsja, mungon një hë. Arsja, më pëlqen shumë piktura jote. Në kornizë. Do ta fus në kornizë, patjetër, se ndryshe ma grisën që Jonida, po thoja? Duke patur një biznes këpucësh, po e lidh me Hirushen, dominanca e femrave në Shqipëri e kanë këmbën 37. Që kanë perfekte. Gjithmonë më duhet marrë disa numra në një model. Që mbarel edhe më shpejt. Hirushet e gjitha. Ta mbyllim me lojën, do ta mbyllim me një lojë që shumë argëtuese. Më duket se me Jonidën e kemi luajtur në panelet, po nuk jam e sigurt. Atëherë, Castro, shpjegoja, tregohu në fund të paktën gentleman, se në fillim nuk u tregove. Po jo mi se kam e këtë mishin akoma shumë kështu. Biles, me erdhe një flashback ti e di që unë shoh të ardhmen, ndërkohë që po flise me gocat, po mendoj vitin tjetër ti do jesh aty me ditën temë, unë këtu, sa ke lindur. Hadi vazhdojmë lojën. Po të prek. Kush i gjen këto me Jonida? Po ka, kjo shumë e bukur, kjo është fjallë shumë e bukur edhe është të thjeshtë. Me pantomima? Loja shumë e thjeshtë, po, se na falë. Po nuk që një fans të emisionit tonë. Me pantomim. I vendose po. Castro, është një fjallë e cila do vendoset, mirë që nuk është e zbuluar, do vendoset një balin tuaj, dhe ne Gjemi do të të sqarojmë bashkarisht unë Castro edhe gocat me pantomim, se qëfar këtë shkruajtur aty dhe ti duhet a gjesh. Sa ditë ko kemi? Kemi 3 ditë e gjithë. Koa filloj. Për të themu një gjë. Po, pa tjetër. Vetëm me gjë. Me mendima. Jo, vetëm... Po mund të kënë së bashku. Edhe ju mund të ndihmojmë të gjithë. Hajde Jonida, ja të ta mostroj Jonida. Se ka flut keq më atë. Hajdut. Hajdut pra? Jemi që... Atë do e dilja dhe. Qa është e trekënç? Nuk është Castro fare. Aha, shumë e mirë. Po që lidhe ka me këtë që iku? Prit. Unë e dhjo ndryshe. E ke lezuar gabim, e ke lezuar grabitës, ha? Më falë, Gjemi nuk e këtë dhe kokën nga unë. E lezuja kështu. Në momentin e para shë duke. Mendova se ishte grabitja. Sa të ndihmuan, sa të shkarasi. Mirë shumë tani. Po zote, do ishte më vështirë për të shpjego. Ose do kemë nevojë për syze. Po pritet edhe pa fjalë tani edhe ha. Po fillosh me fjalë Gjemi më kollaj. Ja, po bër një pyetje dhe unë. Ditën atë që tha Jonida, çfarë është si grabitje, ë? Kishin një pes me g, vetëm me g. Ka dhe me t. Jo. Nuk ka të. Po vetëm kështu mund ta shpjegoj. E kemi pas shef është edhe është ushqim atëherë. Ushqim. Gurabia. Atë kuptohet për e shërë. Se keni kështu për t'i shkon ajo? Për t'i shkon fjalla? Po filozofon edhe këtu. Ti e di tashma. Po kështë du ma marri për te, sa që një nakosat, ku e t'jon? Jo, absolutisht, pse? Po jo du ma marri. Ja vëm Anilës? Hajde Anila, ta vëm ty. Që se edhe Anila është e re në panel. Të gjë në kokë, vita një. Unë të thash nuk të marrë për tërë, si vazhdo. Është thjesht, është thjesht tani. Hajde, jepe, tash. Se të bëjnë në tokë me shpatë. Po pres pantomime në Castro. Jam edhe me të bashkëta, nuk është... Do më thonë... Bëri dhe... Qishtë ajo më... Ku i kam, nuk e ti qa po bërë. Shikoje njerë se ti na jem ndimat gabuara. Nuk është Dua Lipa. Skic. Jo. Dretarak. A mund të themi Jo, pasë tash. Gjarëpër, në për. Gjarëpër në për. Po e dim se nga që the femrat, ta eqon, u gjetë. Po, mund ta eqesh. Absolutisht, jo. A kështu ishte rregullim? Ti vetë javë që gjemi në Castro për ngacmuar. Mbaroj. Po, mbaruam me gjete. Qa fitohet tani? Fitoni kështu keni abonim Pampers për një vit. Edhe jepini do. Ka qenë në fakt 100 pound, por tashmë për ju si që keni nënë, ka Pampers ka shumë vetë akoma. Jo, do shfrytzuar unë për shumë një periudhë, thash, po i mbaj me vete, se për to robi. Castro. Pacim.
Goca, u knaqa shumë sonte me ju falenderoj shumë për që ndatë sigurisht edhe këto emocionet edhe sepse sigurisht... Kështu që besoj e ke ndarë mënje se kur do ta bësh bebin e parë. Ma parashikoj Castro tani, vitin tjetër do jemi edhe unë panel. Castro u afrua më preku, kështu që... Kujdes tani, presim. Falemderit Gjemi, Ami, falemderit Jonida, Anita gjithashtu. Ndajemi këtu dashurisht për të ritakuar sërish të hënën e ardhshme, në thurje, në pot njëjtë orë, me surprizat reja miq të ri. Në përgjithë për gjithë kaloni një javë sa më të bukur në shoqëri në kolazhet të Renisit dhe Gentit. You've been swiping in my dream.